A ka shoqëri civile në Kosovë apo janë larguar edhe ata si gjithë po themi një numër I caktuar njerëzve që janë larguar apo thjesht janë të heshtur? Duhet jem I sinqert, nuk është se e ndjek shumë, por deri tash rrethanat sepse të gjithë këto problematika që ne I ngritëm janë shoqëri civile, ata të cilët duhet të ngrenë zërin dhe të flasin dhe të debatojnë apo të bëjnë pjesë e organizimeve të ndryshme. Fiks për qeni sinqert, historia ka tregu që gjithë ata që kanë qenë themi agresiv në jetën e tyre brenda shoqërisë civile në fund të ditës kanë përfunduar me një themi avancim politik ose pozicionim politik dhe nuk shoh ndonjë, si më thon, ndonjë shoqëni civile të mirë organizuar dhe ka pas në kaluamën edhe ka qenë funksionale dhe ka pas hapësirën e vet për shkak të ndikimit ndërkombëtar në Kosovë që ka qenë shumë e mirë. Po sot disi janë miksu interesat politike, shoqënia civile, mediat, të gjithë jemi brenda asaj tornados, si ta thash në fillim, dikush e qet kraun pak, dikush kry, dikush këmbën, por tash për tash krejt jemi brenda dhe I lutem Zotit madh që të vinë një moment dhe kjo tornado, kjo vorbull të ndalet dhe dalim qetë mirë, kush shpëton dhe të fillojmë ta ndërtojmë një diskurs I cili në thelb ka respektin për qenjen përballë. Fakti vërtet uroj që një gjë e tillë të ndodh, por unë do të them një sekret. Shumë pak njerëz e dinë në Kosovë se ti ke ndihmuar në heshtje shumë fëmijë nga Kosova për të shkuar jashtë vendit për trajtime mjekësore. Pse bën këtë, nga çfarë buron ky angazhim personal dhe shumë human, them të drejtën? Edhe ndoshta se lejoj ta thosha, por unë e kam menduar këtë disa herë që do ta pyes, mos do ta pyes sepse e di që është një gjë që ti e bën në heshtje. Po pse mos ta marrin vesh njerëzit që fatmiri përveç punës së artit ka edhe këtë pjesën e humanizmit? Unë menoj që jemi mbi gjitha do duhet të ishim qenje humane. Dhe kur nata vjen, e perdja bien, e dritat ndalen, jemi njerëz prej mishi e prej gjaku që kemi nevojë për njëri tjetrin. Unë kam histori të tilla, kam vet involvim në raste të ndryshme edhe kur nuk më kërkohet ndonjë gjë, mundohem që pa e kap, si me thonë, defin atë defin e teljallit që të bëj lajmërimin, që t'jap një kontribut saktum për veten time, për familjen time, për një botë më të mirë për tejme, se e ndjej të tillë. Mundohem që të involvohem edhe kur nuk jam I ftuar. Për kjo është një diçka që e bëj e do ta bëj sa herë të më jepet mundësia, duke I shfrytzuar të gjitha lidhjet, rrjetet sociale, atëherë kur lejohet që të publikohet dhe kërkohet që të publikohet, dhe në qoftë se në mëngjes kemi nis një aksion caktum pa shpresë, e në mbrëmje ka ardhur shpresa, nëse kur gjë tjetër unë atë natë bi me fjetë më mirë se që isha në mëngjes. Jo, për këtë të përgëzoj në fakt, sepse është një gjë shumë e rëndësishme. Kjo më plotëson dhe e bëj ekskluzivisht për Fatmir Spahiun dhe familjen e vet. Për, si me thonë, presim duke qenë se I takoj një, themi, një orientimi ku besimi në Zot dhe thjesht rolin e vet të efektit të vet. Ka rolin e vet të rëndësishëm. Po si është gjendja e shëndetësisë në Kosovë sot? Funksionale apo me raste du t'jesh me fat? Me individ të shkëlqyeshëm, me një sistem të rënuar e katastrofal.
Kjo është, këto e them, hapur pa asnjë frikë të çfarë do konsekuencë në asnjë rrethon. Ne kemi një individ të mrekullueshëm, mjek të jashtëzakonshëm, mjek të cilët janë të gatshëm e dhon kontributin e tyre, mjek të cilët janë edhe të ditun, sepse kur po dalin përtej kufive të Kosovës e të Shqipënisë po shkëlqejnë Amerikë, shkëlqejnë sidomos në Evropën perëndimore, në Zvicër, në Gjermani. Në Kosovë diçka s'po bën. Diçka s'po bën, ajo është sistemi, natyrisht në sigurimet shëndetësore, cilat nuk i kemi 25 vite mas lufte. Bëhet fjalë për misdiagnozë të shumta, bëhet fjalë për si më thonë, një sistem i cili po lëngon e nuk po ngritet asesi e në asnjë moment. E mu më vjen keq për këtë sen, nuk e di a ka një dritë në fund të tunelit, për ka me dhjetra e qindra e mira familje që janë të djegun, të përvlum, e të sakatum, e të rënum emotivisht e financiarisht nga sistemi shëndetësor i Kosovës pa përjashtim 25 vite pa ndërprerje. Dhe kjo është një fakt të cilin unë nuk nguroj me thonë e do ta them tërë jetën. Unë di pse unë kam përshtypjen dhe gjë tjetër, neve ose politikanët në Kosovë, në Shqipëri, aq shumë kanë kaluar në delirantizëm sa që mendojnë të merren me çështje globale, të merren me çështje madhore, çështje të mëdha, ndërkohë gjërat më elementare, gjërat më të nevojshme nuk janë. Edhe në Shqipëri është i njëjti problem, edhe në Kosovë është e turpshme, bur 3 milion banorë, është e gjitha, nuk janë në gjendje për 3 milion banorë të administrojnë si duhet. Kur ne e dim shumë mirë unë dhe ti, që kur vjen në Boston, që Boston është shumë i vogël, po themi shtet ndërmjet shtetet, po them nuk është shtetet e mëdha të Amerikës, dhe si menaxhohet, si ka mundësi ne politika është nuk e di, por nuk mendoj që është vetëm faji politikës, dhe shoqëria ka fajin e vet, media patjetër që luan një rol të rëndësishëm, dhe nuk e di, uroj që një ditë kjo të rregullohet, sepse çfarë po ndodhi edhe tani me parlamentin, çfarë ndodhi 6 muaj nuk u konstitui dot parlamenti. Tani e vetëm te çështja e krijimit të qeverisë e përmend edhe vetë më parë që nuk arritën të bëjnë një koalicion. Pra, po vazhdojnë dhe kush e vuan këtë pasojë? Qytetari i Kosovës. Po, patjetër, dëgjoj tashme që edhe unë isha njëri prej emrave që nuk u votua, duke dashur që ta ruaj, si me thonë, këtë paanshmërinë e komentimit të çdoditshëm të duke vetëm tek qeveria e fundit, po flasim një histori e tërë të qeverisjeve në Kosovë. Ka një mlef që cilin unë nuk e kuptoj. Ne, sikur të mos kishim në historinë tonë politikan pacor, me qasje pacore, unë të thoja, okej, këta jemi na, ne duhet të flasim kështu, do të kemi mlef, inat, e gjithë shka. Por ne kishim shembull, kishim Ibrahim Rugovën, kishim Anton Qetën, kishim Adem Demaqin, kishim Fehmi Aganin, Zekria Canën, e shumë figura të tjera, shumë personazhe tjera të cilat viteve të 80-a e 90-a, kur analfabetizmi jo për fajin tonë këto treva ishte nivelin më të lartë mundshëm. Po ne edhe plesh në për oda kanë komuniku me një respekt më të madh, e duke folur me ren, e duke mos e nënçmuar njëri tjetrin, duke përdor anekdota, më thash, e mesele koti në mënyrë që të mos lëndohet pala përballë. E sot 2025 në vend që ne të ishim duke vluar me idenë e zhvillimit të përgjithshëm e gjithëmbarshëm, ne merremi me njëri tjetrin dhe garojmë që t'i gjejmë, ku e di une, një kime ma të vogël që ta denigrojmë e ta përshnojmë dikë. Ne kishim këta pasardhës, ne sikur të parardhës, sikur të mos i kishim, unë do thoja, kështu jemi ne, nxirrni shtizat, ta shpojmë njëri tjetrin, edhe në rregull është muhabeti. Por ne kishim burra, zonja, grati, e burrat zot pacor, me diskurs të qetë. Po harrojmë që jemi bit e vajzat e Nën Terezës, nanës së paqes në botë.